Në ditën botërore kundër HIV-it, shifrat tregojnë se janë shtuar me 6 raste në qytetin e Vlorës. Sipas burimeve zyrtare pranë Drejtorisë së Shëndetit Publik, bëhet me dije se Vlora ka shënuar në total 24 raste, nga të cilat 4 persona kanë humbur jetën. Referuar të dhënave zyrtare, mësohet se nga 6 infektuarit e këtij viti janë edhe 2 fëmijë. Shifrat tregojnë se numri i infektuarve vijon të rritet edhe në vendin tonë, ndërsa shefi i epidemiologjisë ka theksuar se deri më tani rruga kryesore mendohet të jetë ajo e transmetimeve heteroseksuale. Shifrat e deri tanishme, pra deri në fund të nëntorit 2012 lidhur me HIV/AIDS, flasim për 555 të sëmurë të prekur, pra që nga rasti i parë me HIV/AIDS në nivel kombëtar, nga të cilët predominojnë meshkujt me 390 raste. Gjatë vitit 2012 në nivel kombëtar janë rreth 70 raste të reja, kurse për Vlorën numri ka arritur në 6 individ, nga të cilët 2 janë fëmijë. Pra në total Vlora paraqitet me 24 raste me HIV/AIDS. Rruga kryesore e transmetimit është rruga heteroseksuale me 84%. Përveç saj janë dhe rrugë të tjera për transmetim, rruga nga nënat e fëmijë ose rruga vertikale nëpërmjet gjakut. Ka qenë Drejtoria e Shëndetit Publik ajo e cila gjatë javës që lan pas në panairin e zhvilluar për shëndetësinë, një vend të veçantë ka kushtuar dhe HIV/AIDS-it, të konsideruar si sëmundje e shekullit.